يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله سبحانه وتعالى آياتنا بردم سورة البقرة آية borxhit. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. Mos të refuzojnë dëshmitarët kur thirren për me dëshmu. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. Mos ngurroni të shënoni çështet të vogla të mëdha krejt çka ka gjatë borxhit. Dhalikum aqsatu inda Allah. Për shkak se kjo është më e mirë te Allahu subhanahu wa taala. Wa aqumu lish-shahada. Dhe bëhet dëshmia më e fortë. Wa adna alla tartabu. Dhe bëhet vështirë më ankue edhe me ndryshuar çështjet për të cilat janë marrë vesh. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Përveç lehtësim për mos me e shkruar është tregtia. Tregtia që bëhet aty për aty nuk ka nevojë me shkru. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. Nuk është për ju gjuna mos me shkruar tregti për borxhin. Warshidu idha tabaya'tum. Edhe në tregti duhet me pas në tregti, sidomos në tregti të cilat janë me nivele më të larta, është mirë me pas njerëz që dëshmojnë. Wala yudara katibun wala shahid. Nuk dëmtohet, as nuk duhet me dëmtue shkruesi as dëshmitarët. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله. Dhe nëse i akuzonit të tjerët se kanë dalë prej urdhit të Allahu subhanahu wa taala pa të drejtë, qofshin ata dëshmitarë, qofshin ata që kanë shkruar, ajo është gjuna. është dalje prej rregullave të shariatit. Wattaqullah, ta keni frikë Allahu subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah. Nëse keni frikë Allahut, Allahu ka më mësua juve. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allahu subhanahu wa taala për çdo gjë është i ditur. Këto përfundon ajetin e borxhit dhe rregullat mbesin deri në ditën e Kiametit. Borxhi të shkruhet, të përmenen emrat atyre që japin edhe ati që jep edhe ati që merr borxh, të përmenet shuma që jep borxh, të shkruhet data kur ka më kthy, edhe çdo detaj tjetër që është gjatë asaj bisede i vogël ose i madh duhet më shkru. Çdo detaj. Në mënyrë që kur vjen koha, kërkush mos me pas hapësirë, me thonë, o kënë qështu, së kënë qështu. Unë e këmë thonë, ishtë se pas një marrë vesh. Unë e këmë pas për qëllim, ishtë se këmë pas për qëllim. Të gjitha me shënu me detaje. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
edhe dëshmitari nuk duhet me refuzue nëse thirret. Këtë është një çështje shumë e rëndësishme. Ne shpesh herë na thirrin shkojmë dëshmitar. A është u martu dikush, a diçka në tregti, a diçka në borx, apo vjen dëshmitar po. Nuk shkon që kështu ka shtet po. A dhe për ka jetë dëshmu? Do të me njoft personin për cilin dëshmon. Për shkak se çdo paragollësi, ti e ke detyrë masanena me shku me dëshmu se shkon çështja. Ora e shuhada idha ma dau, dhe nuk lejohet dëshmitarit pastaj kur të bëhet probleme, zdel fjalat që duhet e thirr ja unë nuk vi s'ka vakt gjana arsye. Kjo s'lejohet. Kur ke shkuar në fillim dëshmitar, dëshmëtit që edhe kur të kenë probleme duhesh më thirr. E këtë gabim e kemi vret shumë herë te martesat, sidomos te martesat. Martesat pa rregullta shumë. Veç dhe në rrugë që dhe, kush më bërë veli i qësaj femre, që më gjithë nuk dhe veli, ku ka kështu. Masaj e gjonë një veli, ale një dy vllaznime gjithë dëshmitarë. Ata asë nuk e din kush është kjo femre, asë nuk e din kush është ai personi që martohet me te, asë nuk e din kush është velia, asë kush është një hiq, apo veli dëshmitar po, dëshmitar për shka. Masane bëhet për shembull rozime, shkon pak, aja lëshon më njerën, se aja s'ka kur farë, aja në fillim kër ka njësë keq kundër shëriatit, masane aja që s'te ka problem, mas një avë, mas një muaj, mas dy muaj me lëshu. Kur e lëshon, asë nuk i përgjigjet në kur që hiq, edhe t'im dëshmitar të lëkun. Mare, na falem që shtu, se eksistojnë ata, e na vullu. Në kjo është defekt. Kur thirrësh dëshmitar, qoftë për borx, qoftë për martesë, qoftë për tregti, çka do dëshmia, dëshmitari në kështu me hapësi për kuno të hinë dëshmitar. Nëse si e i pajtimit me fenë e tina, me edukatën e tina, me islamin e tina, me sjelljet e tina, s'muj me dëshmu, vabani Allah, s'muj me ardë dëshmitar. Se kur shkojsh dëshmitar, duhet me i qëndru mrapa dëshmisë që të cilën ti e din. Edhe kiameti më bëhen ti dush me marrë që ata që u kanë. Për shkak se besimtar nuk i ndryshojnë fjalët e veta. Besimtar nuk i ikin ty përgjegjësisë. Mas leti me ikë përgjegjësisht është në fillim, mos me pranu hiç, më bëhet dëshmitar. Për kërkon. Vetëm për ata të cilët i llogarisin të devotshëm. Atëherë, kjo të tregon që edhe njerëzit e tjerë më po më të devotshëm se si shkon dëshmitar kërkush. Kur do më martu ai fasiku, ai gjunaqari, ai me 100 zeza, si shkon dëshmitar kërkush. Kur do më bërë borx, nuk shkon dëshmitar kërkush. Kur do më bërë tregti, nuk shkon kërkush. Pse se shkon kërkush? Se ti e ki këtë met, këta. Nëse këta e bojnë musliman, zvoglohet numri i vllaznive me defekte, zvoglohet numri i martesave të kota, zvoglohet numri i sherrave me borx. Nëse dikuj i teket me dhënë borx, dikuj pa dëshmitar, pa kur gjë, ai ditën e mirë jepet të bash para me çit bash, bën çka dush. Nëse bëhet me dëshmitar të duhur, borxhi ka më kthy. Nëse personi është i duhur, s'bëhet dëshmitar, edhe s'jep borx. 2-3 vete i thua, dikush ka një borx, 2-3 vete i thua, dali dëshmitar, a boni dëshmitar duke dhënë borxhetina, njëri tha tunë s'kam bak, njëri e gjani arsye, që të shkopërtu që ky s'është njëri mirë, iku mos jep as borx as kujtë, as martesë as kujtë. Njerëzit muslimanë ku ikin s'po vinë më bëhet dëshmitar për te. Wala al-shuhada idha ma du, ama kur bëhesh dëshmitar, duhet me shkua nëse thirrësh. Deri kur, deri në fund. Gjithmonë. Dhalikum, wala tasmun taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali, mos nguroni, mos e lëni pa shkruar. Qoftë ajo
e vogël qoftë e madhe, kretë shkrumi, qashtu qysh u folë atë. Ora të se mund të këtubu, sa vina në këbirën legjit. Dhalikum me kësat e indë Allah, se me shkruar me detaje, qështu Allahu dëshiron. Kjo është më e mirë të Allahu. Dhe na gjithë jetës mundohemi me bo ato që Allahu dëshiron. Nuk mundohemi me bo që apërdojmë na. Namazin e sabat, kitë namazet, agjerimin. Kretë, mundohemi me bo që shqiton Allahu. Cila është forma cilën e dënë Allahu të borgji, është forma më precize. O akomu li shahade, edhe nëse shkruan detajet, është dëshmi më afort, se nuk metet hapsin se kretë detajet e në shkrume. O adna e la tërtabu, edhe shumë zvoglohet mundësia që një mënkue qoftë a që ka dhonë, qoftë a që ka marë, me gjithë vija që jo nuk u konë bashkë të drejta qështu, jo konë qështu sa jo, është të shkrume. Illa në të kune të gjaratën hadiratën të dirunaha bejnëkum, felesa alejkum gjunahun, alla të këtubuha. Kurse nëse është tregti, çështjet e tregtisë, Allah nuk ka bo obligim me shkru. Ama, me shkru është më mirë. Qa këshit, sa këshit, me shkru. Qka ke ble, sa ke ble, me shkru. Edhe pastaj në fund të shef, a jetu fitu më që të punë, që jetu e bo, a jetu hu. Se nga punë nga këtrumë, se këshimë sa kemi ble, se këshimë sa kemi shqit, kur dhe në fund, shmu jetë kërgjo. Ose kërgjo se s'ki bo kërfar matematike, s'ki bo kërfar logarie. Kër i shkruun, edhe i shenë, cilë gjona fitën ma shumë, cilë gjona fitën ma pak, ato gjona që fitën ma pak, i largon. Ato gjona që fitën ma shumë, i shtatë. Edhe kër i bën hargjimet, shpenzimet, edhe për familje, për gjitha, mi shkru. Në fund, ka përshkujnë parët, për përshkujnë se tja, ke mojtë nga për evidencë, i shkëndi ka përshkujnë, pjërë se tja, vëlla, kërë mojtë nga një mojtë ditë kësa pore hargjohë, kërë më me. Shkruj, qëta ka shkuj qëto, qëta ka shkuj qëto, qëta ka shkuj qëto. Në fund të mujtë, e shef, ku ka shkuj parët, balivje. Mujtë tjetër, që ati të shkojnë ma. Kërë e shpenzu palimvoj, kërë e shpenzu që ka pas mësi mos më shpenzu të tjera, edhe bëhat në fund logaria. Emeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është njoft për precizitet në të gjitha çështjet. Në momentin që ka lëshu precizitetin, e ka ndodhur, na ka ndodhur ajo që na ka ndodhur. Të gjitha, nuk është obligim me shkruar tregti, mirë po me shkruar është më mirë për shkak të dobijës që e ki për veti, për shkak e shef ka është të hecë situata. Dhe në tregti, se dhe mos në tregti të cilat jenë me shumë pak më të nolta, është mirë në pasë edhe sa njerëz tjerë që e shohin kush shka ka blej. Për shkak se dhe mos në shumë të nolta njerëzit dim në haru që e musliman. Dim në haru se ka në dorë para Allah subhanahu wa taala se mashtron shumë i mashtron parët. Edhe jesë e këmpasë, nësë 2 vjetër i kujtuat të një fjallë që nga më të thonë, më duke të ka thonë më gjysën, jare të të këmë thonë 30, se këtë qështë është shuma. Për shuma të vogla, shumica e njerëzve nuk kuritën. Ama për shuma të mëdha, shumica e njerëzve kuritën. Por tjenë qështja pak më madhe, me pas dëshmitor pak më shumë. Ola ju dhore katibun vëlla shahid, edhe kërkona nuk bën me inhak. As kërkon nuk bën me akuzu pa të drejtë. Veç si pas asaj që është të drejtë. Nëse qitet fjallë, jo në dikush se ka bo, e ka nëzirët që nuk është e sakta, ja vish do me bo problemin, kjo është gjëna. O të kullah, dhe kemi friga Allahut. O ju allimukumullah, Allahu subhanahu wa ta'ala ju mësën juve. Pjesë e komendatorëve të Kur'anit thonë, nëse dëshironi më kanë të ditur, do të më kanë të devotshëm. Mirëtu të Allahut. Ata të cilët nuk janë të devotshëm, nuk janë të ditur. Ata mund me ditë shumë çështje, ama nuk janë të ditur dietar të sunetit, dietar të së vërtetës, dietar i hakut, nuk ka mundësi më kanë nëse nuk është i devotshëm, nëse nuk i tutet Allahut.
Nëse i tutet Allah subhanahu wa taala, yuallimukumullah, Allah ka më të mësu çështjet vetë. Ka më të quhe në vende, në libra, në pjesë me të cilat kemi i kuptuar të vërtetat. Shekull Islam Ibn Taymija, Allah subhanahu wa taala pas më shkruar, në një çështje kur binte në dilemë, nuk e dinte ç'është zgjidhja, thot kam shkuar në për xhamia të shkreta, edhe më pendu, edhe i kam kërku falje Allahut, edhe kam madhru Allahun, e kam falendru Allahun me orë të tëra. Duke thonë ka 1000 herë kështu, 1000 herë ashtu, 1000 herë ashtu, derisa Allah subhanahu wa taala më udhëzonte, më drejtonte me e gjetë në për libra, me e gjetë në për vende se cila është përgjigja e saktë e kësaj pyetje. Pse ka më këtë? Për shkak se tu i pas frikë Allahut, Allah subhanahu wa taala të mëson me kuptu çështjet. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Keni frikë Allahut. Allah pastaj ju mëson juve të vërtetën. Kush e lyp të vërtetën me sinqeritet, Allah ka më aqë. O ka më aqë libër, o ka më aqë të dietarët, o ka më aqë në vende në të cilat folet e vërteta, ky ka më mësu. Baza me pas sinqeritetin. Wattaqullah, me pas frikë Allahu subhanahu wa taala. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah subhanahu wa taala për çdo gjë është i ditur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم